Ne po vdesim nga pakujdesia, nga mos interesimi pronarët kompanive dhe ne po vdesim nga mos respektimi aty në ligje që Parlamenti i Kosovës i ka aprovuar. Ne po japim pare të majshme që ky ligj të në farforme të mbikëqyret, por jo nuk po mbikëqyret. Tori po blek mori pagën e 13, u gëzuam shumë, sepse menduam që edhe ne do t'i marrim. Sot po marrëm 239 euro. Ashtë e tmerrshme, ashtë e rëndë që dalësh para opinionit dhe t'i thuash unë përluftoj për drejtat e punëtorëve të sektorit privat të Kosovës. Ne po i bëjmë barrën e shtetit Kosovës, u qoftë hallat gjithatyne kategorive, polici, ushtri, po jo udhëheqësve, qoftë të qeverisë, qoftë parlamentit, ata i ka kap një farforme deti vetë, nuk po mirën me neve, dhe ne realisht po e paguajmë fakturën. Ne nuk po trajtohemi si njerëz, por megjithatë mos harrojmë. Keni me pagu këtë fakturë edhe po e paguani sepse rinin e qytetit jashtë. Me pagën 425 euro, një krye familjar mundet me hongër vetëm 2 burë kanditjet dhe asgjë tjetër. Absolutisht. Ky është shteti. Këta e njerëzit të cilët në farforme po e përsëris. Po e marrin gjakun ton të njëm dhe po e thithin dhe po e bëjnë projekti. A ka qenë më e arsyeshme që këta punëtorë që i marrin 300 euro sot të rritet paga atyne, apo deputeti i cili për një vit nuk i bën 5 vonë ka punë dhe ta merr një asistent me 900 euro. Kjo nuk është drejtësi. Viti 2025 ishte viti më tragjik për vdekjen e punëtorëve të sektorit privat të Kosovës. Askush nuk e tha një fjalë me thonë çka do të ndodhë që të ndrojmë këtë gjendje. Sepse ne jemi vetëm për të vdekur, ne jemi për të punuar, që atyre duhet të krijojmë kushte që të jetojnë në një gjendje shumë më të mirë se sa edhe vendeve në rajon. Shënjestër.net